Miq të dashur, kemi edhe 2 kapituj dhe mbarojmë librin e Gjonit. Video e kaluar pam që Jezusi u vu në kryq, sakrifikoi për ne. Edhe tha u krye. Do më thënë e mbaroi misionin e tij në këtë botë. Edhe vdiq, e la shpirtin. Tani vazhdojmë ke Gjoni 20, vargu 11. Por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante. Dhe duke qarë u përkul brenda varrit. Dhe pa 2 engjëj të veshur me të bardha. Ndenjur njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e vendit ku qe trupi i Jezusit. Ata i thanë: "O grua, pse po qan?" Ajo përgjigj atyre: "Sepse e kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë." Si tha këtë, ajo sull prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Ai i tha: "O grua, pse po qan? Kë kërkon?" Ajo duke menduar se ishte kopshtari i tha: "Zot, po e pa të hequr ti më trego ku e vure dhe unë do ta marr." Jezusi i tha: "Mari." Dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha: "Raboni", që do të thotë mësues. Miq të dashur, nuk ka lajm më të madh se ky, që Jezusi u ngjall dhe varri ngeli bosh. Nuk ka lajm më madh shtor se ky. Përse ne besojmë ke Jezusi? Pikërisht për këtë të vërtet, që ai fitoi mbi vdekjen. Ai fitoi mbi vdekjen. Haleluja. Edhe Mari në fillim nuk e kapi dot, nuk e njohu. Por Jezusi e thëriti me emër. Jezusi po ju thërret tani me emrin tuaj. Ai e ju nje juve, ai ju nje, ai e di emrin tuaj edhe ai di çdo gjë, çdo detaj të jetës tuaj. Ai është Zot, Zoti që jeton. Jezusi ju nje dhe po ju thërret në emrin tuaj. Vini besimin tek ai. Besoni tek Jezu Krishti. Sepse ai fitoi mbi vdekjen. Qofshi të bekuar gjithmonë. Qofshi të bekuar.